Ka njerëz që jetojnë me plagë që si shohin syt, plagë që nuk dalin në sipërfaqe, që nuk të shohin të tjerat kur ecën nëpër rrugë, por që brenda ty digjen si zjarri ngadalt, çdo ditë, çdo natë, çdo herë që zgjohesh dhe kujtohesh se je vetëm. Antigona ishte një nga ata njerëz, një grua që u dashurua 3 herë, që besoi 3 herë, që dha gjithçka kishte 3 herë, dhe 3 herë mbeti me duart bosh dhe me zemrën të thyer. Jo sepse ishte e keqe, jo sepse nuk donte, por sepse bota, disa herë, ka mënyrën e saj të egër për t'i dënuar njerëzit që tashmë kanë vuajtur shumë. Historia e Antigonës nuk është vetëm historia e 3 martesave dhe 3 divorceve. Është historia e një gruaje që luftoi çdo ditë të jetës së saj për të qenë e pranuar, për të qenë e dashur, për të qenë e mjaftueshme, ndërkohë që bota rreth saj vazhdonte t'i thoshte, në mënyra të ndryshme, se nuk ishte. Mbetuni deri në fund, sepse fundi i kësaj historie do t'ju lër pa fjalë. Përpara se të fillojmë, do doja t'ju pyesja diçka. Nëse do t'ishit në vendin e Antigonës, nëse do të kishit duruar atë që duroi ajo, çfarë do të kishit bërë ndryshe? Shkruajeni në komente. Dua ta di mendimin tuaj. Antigona lindi në një familje të zakonshme, në një qytet të vogël ku gjithkush njihte gjithkënd dhe ku fjalët udhëtonin më shpejt se era. Ishte vajza e mesme midis 3 vëllezërve dhe motrave, e rrethuar nga zëra, nga të qeshurat, nga grindjet e vogla të fëmijërisë, nga jo kaosi ngrohtë dhe i dashur që vetëm familjet e mëdha e kanë. Por edhe kur ishte e rrethuar nga njerëz, Antigona kishte diçka brenda saj që e bënte ndryshe nga të tjerët. Diçka që as ajo vetë nuk e kuptonte plotësisht derisa ishte e vogël. Që nga mosha e hershme, kur fëmijët fillojnë të flasin lirshëm, kur goja dhe mendja bashkohen në atë mënyrë magjike dhe fjalët dalin si ujë nga burimi, Antigona kishte vështirësi. Jo sepse nuk kishte çfarë të thoshte. Mendja e saj ishte gjallë, plot me mendime dhe ndjenja dhe pyetje. Por midis asaj që ndjente dhe asaj që dilte nga goja, kishte si një pengesë të padukshme. Fjalët ngecnin, tingujt nuk dilnin siç donte. Ndonjëherë fillonte një fjali dhe e humbte rrugën drejt fundit të saj. Ndonjëherë goja refuzonte të bashkëpunonte, dhe ajo mbeti atje, e kuqe në fytyrë, me syt plot lot, duke u përpjekur të thoshte thjesht emrin e saj. Ishte një vështirësi reale, klinike, logopedët do ta quanin më vonë me terma teknik. Por për Antigonën e vogël ajo nuk kishte emër. Kishte vetëm turp. Kishte vetëm ato momente kur mësuesi e pyeste diçka në klasë dhe ajo ngrinte dorën, e dinte përgjigjen, e kishte gati në maj të gjuhës, dhe pastaj, kur të gjithë shikimet ktheheshin nga ajo, gjithçka bllokohej. Kishte vetëm syt e shokëve të klasës, disa kuristar, disa të mëshirshëm, disa mizor siç mund të jenë vetëm fëmijët, kur nuk e kuptojnë dhimbjen e tjetrit. Prindrit e saj e donin. Kjo ishte e sigurt. Nëna e saj, Mrika, ishte një grua e fortë edhe butë njëherësh, lloji gruas që fshihte lotët kur fëmijët nuk shihnin, por që gjithmonë kishte krahët e hapura. Babai Agimi ishte burr pune, i heshtur dhe i ndershëm, dhe dashuria e tij shfaqej jo me fjalë, por me vepra, me atë mënyrën si i linte çantën e shkollës çdo mbrëmje, me atë mënyrën si e priste çdo mëngjes me të qeshurën e tij të gjerë. Ata bën gjithçka mundën, e quan te mjekët, te logopedët, te specialistët, bën ushtrime me të çdo mbrëmje, flisnin me të me durim, me butësi, pa e shpejtuar kurrë. Por bota jashtë shtëpisë nuk ishte si nëna e Antigonës. Bota jashtë nuk kishte durim të pafund dhe krah të hapur. Bota jashtë kishte fëmijë që qeshnin, kishte mësues që edhe kur donin të ndihmonin, e bënin të ndihej si diçka e veçantë, jo në kuptimin e mirë, por në kuptimin e ndryshe nga të gjithë, problematike, ajo që ka nevojë për ndihmë të shtesë. Dhe Antigona, si çdo fëmijë inteligjent, e kuptoi shpejt çfarë do të thoshte kjo. E kuptoi se dallimi i saj nuk ishte i padukshëm. E kuptoi se çdo herë që hapte gojën, rrezikonte diçka. E rrezikonte qeshurat, rrezikonte shikimet, e rrezikonte atë ndjenjen e tmerrshme të turpit që e mbyllte si një dorë e ftohtë rreth zemrës. Dhe kështu, Antigona mësoi të heshtë. Mësoi të zgjidhte fjalët me kujdes, të thoshte sa më pak, të mos ngrinte dorën kurrë në klas, edhe kur e dinte përgjigjen. Mësoi të buzëqeshte kur nuk kuptonte, të tund kokën kur pyeteshin mendimin e saj, të gjente mënyra të tjera komunikimi që nuk kërkonin shumë fjalë. Bëhej shumë e mirë me sytë e saj, ata syrin të errët dhe të thellë që thonin gjëra që goja nuk mund t'i shprehte.
Bëhej shumë e mirë me gjestet, me buzëqeshjet, me atë pranizë e heshtur dhe ngrohtë që bënte njerëzit të ndiheshin mirë pranë saj edhe pa e kuptuar pse. Por heshtja kishte çmim. Brenda asaj heshtjeje, Antigona mblidhte gjithçka. Çdo fjalë që donte të thoshte dhe nuk e tha, çdo ndjenjë që donte të shprehte dhe e mbylli, çdo herë që dikush e keq kuptoi sepse ajo nuk gjeti guxim të shpjegohej. Brenda asaj heshtjeje, ajo ndërtoi një botë të brendshme shumë të pasur, shumë të thellë, shumë intensive, një botë ku fjalët fluturonin lirshëm, ku mund të thoshte gjithçka që ndjente, ku nuk kishte bllokime dhe turp dhe shikime kurreshtare. Dhe ky kontrast midis botës së brendshme dhe asaj të jashtme e bëri Antigonën të ndihej gjithmonë si dikush që jeton në dy vende njëherësh dhe nuk i përkiste plotësisht asnjërit. Vitet e fëmijërisë kaluan, si kalojnë të gjitha vitet e fëmijërisë, me rritje dhe dhimbje dhe momente lumturie që ndriçonin si shkëndija. Antigona ishte e mirë në shkollë, sidomos në lëndë si matematika dhe historia, ku nuk duhej shumë të flisje me zë. Kishte disa miq të mirë, jo shumë, por ato pak që i kishte ishin besnik dhe të vërtet. Kishte një jetë, kishte një botë, kishte momente kur harronte vështirësinë e saj dhe ndihej thjesht normale, thjesht vajzë si të gjitha vajzat. Por pastaj vinte momenti i ri, momenti kur duhet të fliste para gjithë klasës, ose momenti kur dikush i ri e takonte dhe nuk e njihte ende, ose momenti kur shokët e diskutonin diçka dhe ajo donte të hynte në bisedë. Dhe gjithçka kthehej. Ajo ndjenja e njohur, e bllokimit, e gojës që nuk dëgjonte, e fjalëve që ngecnin si gur në gryke, dhe pasaj, si hija e pandar, turpi. Deri kur mbriti adoleshenca, Antigona ndërtoi rreth vetes një mur të hollë por të fortë. Nuk ishte mur urrejtjeje apo mosbesimi, ishte mur mbrojtjeje. Ishte mënyra e saj për të mbajtur turpin brenda, për të mos lënë askënd mjaftueshëm afër sa të shihte atë pjesën e saj që e ndjente si të brisht dhe të cënueshme. Buzëqeshte shumë, ndihmonte gjithë kohën, bëhej e domosdoshme për njerëzit rreth saj, jo sepse donte diçka në shkëmbim, por sepse ishte mënyra e saj të thënë pa fjalë: "Ja, shikoni çfarë mund të bëj. Shikoni çfarë jam e vlefshme edhe pas zërin tim." Dhe një herësh, ndërsa muri rritej dhe heshtja u thellua, Antigona kuptoi diçka tjetër rreth vetes, diçka që do t'i ndryshonte jetën në mënyra akoma më të dhimbshme se sa vështirësia e të folurit. Mjekët e kishin thënë me kujdes, me fjalë të buta, me shpjegime të gjata dhe teknike, por thelbi ishte i thjeshtë dhe brutal si të gjitha të vërtetat e mëdha. Trupi i Antigonës, për arsye që si kuptonte askush plotësisht, ndoshta nuk do të mund të mbante kurrë një fëmijë. Ndoshta fjalë vogël, fjalë me dritare hapur, por edhe fjalë me erë të ftohtë që hynte nëpër atë dritare dhe ftohte gjithçka brenda. Antigona ishte ende adoleshente kur mori këtë lajm. Ishte ende në atë moshë kur fëmijët e tu janë një ëndër e largët, jo diçka për të cilën mendohesh seriozisht. Ishte ende duke mësuar të njihte veten, duke eksploruar kush ishte, çfarë donte nga jeta. Por lajmi u ngulitu brenda saj si gosht dhe mbeti atje, duke zënë vend, duke ndikuar çdo vendim dhe çdo ndjenjë dhe çdo marrëdhënie që do të vinte. Sepse Antigona, si çdo vajzë e rritur me dashuri dhe ëndra, kishte imagjinuar ndonjëherë familjen e saj. Kishte imagjinuar shtëpinë, burrin, fëmijët, atë imazh të ngrohtë dhe të mbushur me kuptim që shoqëria e jep si premtim të lumturisë. Dhe tani, ajo premtim po bëhej e dyshimt. Jo e pamundur, mjekët kishin thënë ndoshta, por e dyshimt, e paqartë, e rënduar me pasiguri. Pyetjet filluan të grumbulloshin. Do ta pranonte dikush me gjithë këtë? Me vështirësinë e të folurit dhe me pasiguri lidhur me fëmijët? Do ta donte dikush tër, komplet, pa dashur të ndryshonte asgjë prej saj? A ishte ajo grua që meritonte dashuri? A ishte ajo grua që dikush do të zgjidhte të qëndronte pranë? Askush nuk i kishte thënë jo akoma, por Antigona ndjente se po e pyetke veten, dhe se përgjigja kishte rëndësi jashtëzakonisht shumë, shumë herë shumë. Dhe kështu u rrit Antigona, me vështirësinë e saj, me heshtjen e saj, me botën e brendshme të saj të pasur dhe me atë frikë të heshtur por të vazhdueshme se ndoshta nuk ishte mjaftueshëm, se ndoshta bota kishte vendosur diçka për të, dhe ajo nuk kishte zë sa ta kundërshtonte. Kur arriti në moshën e re
dhe filloi të takonte njerëz, të flirton, të mendoj për dashuri, ajo e barti gjithë këtë me vete, si bagazh i padukshëm, si peshë që askush tjetër nuk e shihte, por që ajo e ndjente çdo hap. Ishte mësimet e fundit të shkollës kur Antigona takoi Erionin. Ai ishte djalë i ri nga lagja tjetër, me buzëqeshje të gjerë dhe sy të qeshur, i cili kishte mënyrën e tij unike për të bërë çdo situatë të dukej më e lehtë se sa ishte. Ishte lloji djali që hynte në një dhomë dhe diçka ndryshonte. Lloji që bënte njerëzit të ndihesh të vënë re, të pranuar, të rëndësishëm. Dhe Antigonës, që kishte kaluar kaq shumë vite duke u ndjerë e padukshme, kjo ndjenjë ishte si ajri i parë pas ujit. E takoi rastësisht, siç ndodhin gjërat më të rëndësishme, pa plan, pa paralajmërim, pa asnjë shenjë se ky moment i vogël do të ndryshonte gjithçka. Ishte te një mbledhje miqesh, njëra nga ato mbrëmje të zakonshme që nuk mendoje do mbaje mend kurrë. Erioni ishte mik i miqve të saj, dikush që ajo e kishte dëgjuar të përmendeshin, por nuk e kishte takuar kurrë. Dhe kur u prezantuan, kur ai ia shtroi dorën me atë buzëqeshje të vetin dhe e thirri me emrin, Antigona ndiu brenda saj diçka që nuk e kishte ndjerë kurrë më parë, si këmbanat e vogla që bien pa pritur në heshtje. Ata u takuan sërish, dhe pastaj u takuan çdo ditë. Erioni kishte atë aftësi të rrallë për ta bërë Antigonën të ndihej komode, jo duke injoruar vështirësinë e saj, por duke pranuar atë si pjesë të saj. Kur ajo ngecte ndërmjes fjalëve, ai nuk plotësonte fjalinë e saj. Nuk e shikonte me atë mëshirë të pakëndshme. Thjesht priste, me buzëqeshje të butë, si dikush që ka kohë dhe është i kënaqur ta pres. Kjo gjë, kaq e thjeshtë dhe kaq e vogël në dukje, për Antigonën ishte si një dhuratë e jashtëzakonshme. Ishte si të thuash, ti ke vlerë, fjalët e tua kanë vlerë, do të pres ti dëgjoj. Ata ishin të rinj dhe dashuria e tyre kishte atë ngjyrë të ndezur dhe intensive të dashurive të reja. Çdo moment ishte i rëndësishëm, çdo erë jashtë bashkë ndihej si aventurë, çdo bisedë vazhdonte deri në orët e mëngjesit, sepse asnjëri nuk donte ta ndërpriste. Antigona, për herë të parë në jetën e saj, ndihej si mund ta linte murin poshtë. Filloi t'i tregonte Erionit gjëra që nuk ja kishte treguar askujt. Frikrat e saj, mendimet e saj, botën e saj të brendshme që kishte mbajtur të mbyllur për kaq shumë vite. Dhe Erioni dëgjonte me vëmendje reale, jo me atë pranim sipërfaqësor që njerëzit japin kur janë të sjellshëm, por jo vërtet të pranishëm. Ai bënte pyetje, kujdesej për detajet, mbante mend gjërat që ajo i kishte thënë javë më parë, e bënte të ndihej e parë. Kur Antigona ju tregua edhe për lajmin lidhur me fëmijët, lajmin që ajo e kishte mbajtur brenda si të fshihtë personal, që i kishte thënë vetëm nënës së saj dhe asnjë tjetri, Erioni nuk u zmbraps, nuk u friksoi. Tha diçka që ajo e mblodhi brenda saj dhe e ruajti me kujdes, si diçka shumë të çmueshme. Tha se e donte atë, jo idenë e fëmijëve, dhe se do ta figuronin së bashku çfarë do të thotë kjo për jetën e tyre. Ato fjalë ishin gjithçka kishte nevojë Antigona t'i dëgjonte. Ato fjalë ishin çelësi i murit. U martuan kur ishin të rinj, shumë të rinj sipas disa njerëzve, por ishte dashuria e tyre, ishte zgjedhja e tyre, dhe Antigona e bëri atë ditë me zemër plot me shpresë të vërtetë. Kishte besuar në dashuri, dhe dashuria kishte ardhur. Kishte besuar se dikush mund ta donte tërë, me gjithë vështirësinë e saj, dhe ky dikush kishte ardhur. Ndihej si shpëtim, ndihej si vërtetimi të gjitha shpresave të heshtura që kishte mbajtur brenda gjatë viteve të heshtjes. Vitet e para të martesës ishin të mira. Erioni ishte partner i mirë, punëtor, i besueshëm, dashamirësi. Ndërtuan shtëpinë e tyre, krijuan rutinën e tyre, mësuan të jetojnë bashkë me të gjitha gjërat e vogla dhe të mëdha që kjo nënkupton. Kishte diskutime, kishte momente tensioni, kishte ditë të vështira si në çdo martesë, por kishte edhe shumë gjëra të mira. Kishte të qeshura, kishte projekte të përbashkëta, kishte ato mbrëmje të qeta kur uleshin bashkë dhe asgjë nuk duhej t'i thuej, sepse prania ishte mjaftueshme. Por koha bëri diçka që koha zakonisht bën, zbehu disa gjëra dhe ndriçoi disa të tjera, dhe ato gjëra që koha ndriçoi nuk ishin gjithmonë të bukura. Familja e Erionit, nëna e tij sidomos, nuk ishte qenë kurrë plotësisht e qetë me Antigonën. Kishin pranuar martesën se djali i tyre e donte, por pranimi i tyre kishte gjithmonë atë kualitetin e dikujt që duron diçka, jo dikujt që e mirëpret. Dhe tani, me kalimin e viteve, me mungesën e fëmijëve, ky qëndrim filloi të dalë në sipërfaqe në mënyra gjithnjë e më pak të fshehura. Filluan komentet e vogla,
ato fjalë të thurura me kujdes që dëgjohen si shqetësim, por ndihen si akuza. Pyetje rreth fëmijëve, kur do të vinin, pse vonoheshin, çfarë po bënte Antigona për këtë çështje. Sugjerime indirekte se ndoshta kishte mjek të tjerë, trajtime të tjera, mundësi të tjera. Dhe në gjithë këto fjalë, mesazhi i vërtet që Antigona e dëgjonte qartë siç dëgjonte çdo gjë, ti nuk je mjaftueshme, ti nuk po i jep atij që i takon. Antigona u përpoq shumë, bëri vizitat e mjek të ndryshëm, ndjeku trajtime, kaloi nëpër procedura fizike dhe emocionale të dhimbshme. Nuk ishte thjesht fjala e familjes që e shtyu, ishte edhe dëshira e saj e veten, sepse ajo e donte idenë e fëmijëve, edhe nëse kishte mësuar të jetonte me pasigurinë, edhe nëse kishte ndërtuar jetën e saj pa e vendosur gjithçka në atë shpresë. Donte, thellë brenda saj, të kishte mundësinë. Por çdo herë që prova dështonte dhe provat dështuan, dhimbja ishte e dyfisht, ishte dhimbja e humbjes personale, e asaj gjëje të dëshiruar dhe të pasarritur, por ishte edhe dhimbja e diçkaje tjetër, e ndjenjës se po dështonte, se po zhgënjente njerëzit rreth saj, se trupi i saj kishte bërë diçka të gabuar dhe ajo po paguaj çmim për këtë. Erioni, gjatë gjithë kësaj, mbeti pranë, por mbeti me një lloj distance gjithnjë e më të ndjetur. Nuk ishte largimi dukshëm, nuk ishte grindjet, nuk ishte akuza të hapura, ishte ajo largimi ngadalt dhe i padukshëm që ndodh kur dy njerëz fillojnë të mbajnë dhimbjen e tyre veçmas në vend se ta ndajnë. Kur fjaliset bëhen më të shkurtra, kur mbrëmjet kalojnë pa shumë fjalë, jo sepse ka paqe, por sepse ka shumë gjëra të pathëna. Kur shikimet nuk qëndrojnë shumë gjatë mbi ty, sepse nëse qëndrojnë, duhet të shohësh gjëra që nuk di si ti trajtosh. Antigona ndjente çdo gjë. Kishte aftësinë e atyre njerëzve që kanë mësuar të lexojnë gjërat pa ju thënë, aftësinë e dikujt që ka kaluar gjithë jetën duke i marrë vesh sinjalet jo verbale, sepse verbalet i dilnin vështirë. Ndjente si Erioni po largonte, ndjente si familja e tij po ushtronte presion, ndjente si ajo gjë e bukur e viteve të para po ndryshonte formë. Por çfarë mund të bënte? Çfarë mund të thoshte? Si mund t'i shprehje frikën se po humbiste dikë, frikën se nuk ishte mjaftueshme, frikën se historia po i shkruhej para syve dhe nuk kishte mundësi ta ndryshonte, kur fjaliset ngecnin, kur zëri thyej, kur trupi nuk bashkpunonte me zemrën. Antigona zgjodhi atë që kishte mësuar të bënte gjithë jetën, zgjodhi të ishte e fortë, të buzëqeshte kur duhet të qante, të qëndronte kur donte të largonte, të jepte më shumë kur ndihej e zbrazur. Mendonte se dashuria mjaftonte, mendonte se nëse jepte mjaftueshëm, nëse duronte mjaftueshëm, nëse ishte e durueshme dhe e kuptueshme dhe e pranishme, gjithçka do të shkonte mirë. Por nuk shkoi mirë. Ditën kur Erioni i tregoi se donte divorcin, Antigona ishte duke përgatitur darkën. Kjo gjë e imt, ajo gjë banale dhe e zakonshme e darkës, i mbeti ngulitur ndërmend. Se si jeta vazhdon të jetë banale edhe kur zemra po thyet. Se si dora vazhdon të lëviz, tigani vazhdon të nxehë, gjërat vazhdojnë të funksionojnë, edhe kur brenda teje diçka po shkatrohet. Erioni nuk ishte mizor, nuk ishte fjalë të liga, nuk ishte akuza të mëdha. Ishte pikërisht kjo, se sa jo mizor ishte, që e bënte edhe më të dhimbshme. Tha se e kishte dashur, tha se kishte provuar, por tha se ndjente se po jetonin dy jeta paralele, se kishte gjëra që kishte dashur dhe nuk i kishte marrë, se familja e tij nuk ishte kurrë qetë. Tha fjalë të buta dhe të arsyeshme dhe të kalibruara, lloji fjalëve që nuk mund t'i kundërshtosh sepse janë të ndershme, por që godasin pikërisht sepse janë kaq të ndershme. Antigona nuk qau atë natë, nuk mund të qante. Ishte si të jenë lotët aq shumë sa që nuk kanë ku të shkojnë dhe ngrihen brenda si liqen. Ulej te tryeza e kuzhinës shumë kohë pas largimit të Erionit dhe shikonte tiganin e ftohtë dhe gjithçka brenda saj ishte e qetë me atë qetësi të rrezikshme që ndan shiun nga stuhia. Dhe pastaj mendoi diçka. Mendimi i parë i qartë pas atij lajmi të madh. Mendoi, e dija. E kisha dije gjithmonë se kjo do të ndodhte. Kjo ndjenja se kishe pritur një humbje, se kishe jetuar gjithmonë me frikën se do të vinte, dhe tani kishte ardhur dhe ndihej si vërtetimi asaj frike, kjo ndjenjë ishte ndoshta gjëja më e dhimbshme. Jo vetë humbja, por fakti se brenda saj kishte ekzistuar gjithmonë ky zë i vogël që kishte thënë: ti nuk je mjaftueshme.
dikur do ta kuptoj. Dhe tani, ai zë ndihej se kishte fituar. Pas divorcit të parë, Antigona kaloi më për periudhën që ajo e quante vitet gri. Jo vitet të zeza, nuk ishte dëshpërim total, nuk ishte krizë e rënd, ishin thjesht gri, ato vite kur jeton, por nuk ndihen plotësisht të jetosh, kur bën gjërat që duhen bërë, punon, fle, ha, flet me njerëzit, por gjithçka ka shtresën e thinjtë të asaj gjendje kur nuk je shumë i pranishëm tek e ardhmja, dhe nuk dëshiron të mendosh shumë për të kaluarën. Punonte si sekretare në një firmë lokale, punë jo spektakolare, por e qetë. Kishte kolegë të mirë, rrethin e ngushtë të miqve, familjen e saj që mbante kontakt të rregullt. Jeta e jashtme duke i organizuar, por brenda, Antigona ishte duke u ripërbërë nga fillimi, duke marrë copzat e asaj identiteti të thyer dhe duke u përpjekur t'i vendoste si mund sërish. Gjëja e parë që bëri, thuajse instinktivisht, thuajse si refleks mbijetese, ishte ta merrte veten dhe ta analizonte. Jo me mëshirë vetvetje, por me atë lloj vëzhgimi të ftohtë dhe të ndershëm që bën dikush kur mundohet të kuptojë se çfarë shkoi keq. Pyete veten, çfarë kisha mund të goja ndryshe? A ishte shkaku vështirësia e të folurit? A ishte shkaku mungesa e fëmijëve? A ishte shkaku dikë tjetër, dikë e fajshme, apo thjesht jeta dhe rrethanat dhe mospajtimet? Nuk gjeti përgjigje të thjeshta, sepse nuk kishte. Kishte shumë gjëra të ndërligjuara, shumë faktorë, shumë mënyra për të parë të njëjtën situatë. Por gjëja që i mbeti, gjëja që nuk mund ta bënte të ikte sa do e mendonte, ishte ndjenja se trupi dhe zëri i saj kishin qenë fajtor. Se ajo ishte ndeshur me dy gjëra që nuk i kishte zgjedhur, dy gjëra që i kishin ardhur pa pyetur, dhe ato dy gjëra kishin prishur dashurinë e saj. Kjo ishte injustes, e dinte se ishte injustes, por njohja e injustes nuk të liron nga dhimbja e saj. Filloi terapinë gjatë kësaj periudhe, jo me një herë, por pas pak kohësh, kur kuptoi se forca e saj e zakonshme, ajo forca e heshtur dhe e vendosur e saj, nuk mjaftonte për ta kaluar këtë. Terapeuten e quanin Mimoza dhe ishte grua e moshës mesatare me sy të mëdhenj dhe durim të pafundëm. Me Mimozën, Antigona filloi ta bënte diçka që nuk e kishte bërë kurrë seriozisht. Filloi të fliste. Jo vetëm me gojë, jo vetëm me fjalë, por të fliste vërtet, thellë, duke dalë nga heshtja e saj e zakonshme dhe duke sjellë në dritë ato gjëra të fshehura. Ky ishte procesi dhimbshëm dhe i rëndësishëm, sepse kur fillon të flasësh vërtet, zbulon gjëra rreth vetes që nuk i dije. Zbulon si ca frika i kanë drejtuar sjelljet e tua, pa ta ditur. Zbulon si ato mbrojtje që i ndërtove me kaq kujdes, janë edhe treguesit e plagëve më të thella. Mimoza e ndihmoi ta shihte atë mur që kishte ngritur rreth vetes, jo si diçka negative, por si diçka njerëzore, si reagimin e një njeriu inteligjent ndaj dhimbjes. Dhe pastaj, ngadalë, ta kuptonte se ky mur, që e kishte mbrojtur dikur, tani po e izolonte. Por terapia mori kohën e saj, dhe brenda kësaj kohe, jeta vazhdoi. Brenda kësaj kohe, Antigona filloi sërish të gjente veten. Jo versioni i vjetër i saj, ajo vajzë e re me shpresat forta dhe murin e thihin, por versioni i ri, pak më i rritur, pak më i plakur, pak më i vetëdijshëm. Filloi të gjente gëzim në gjërat vogla. Lexonte shumë, librat ishin gjithmonë refugji i saj, vendet ku mund të hyje botra të tjera dhe të harronte veten. Filloi të shëtiste çdo mëngjes, ato shëtitje të hershme kur qyteti është ende i fjetur dhe rrugët janë vetëm ty dhe zërat e shpendve dhe ajri i ftohtë dhe të pastër. Filloi të gatuante me kënaqësi, të eksperimentonte me receta të reja, të zbulonte shije të reja, të kënaqej me atë proces të thjeshtë dhe njerëzor të ushqimit që përgatitej me duart e tua dhe ndahej me njerëzit e dashur. Gjëra të vogla, por gjëra reale, gjëra që e ankoronin në jetën e përditshme dhe ndihmonin të ndihej e lidhur me veten. Shokët e saj, ata pak besnik që i kishte mbajtur gjithkohës, ishin mbështetja e saj kryesore, sidomos Blerina, miqja e saj e fëmijërisë, gruaja me zemër të madhe dhe gojë akoma më të madhe, e cila kishte mënyrën e saj unike për ta bërë Antigonën të qeshte edhe kur nuk donte. Blerina nuk e trajtonte me mëshirë, nuk e shikonte si viktim, nuk e bënte të ndihej si dikush i dëmtuar. E trajtonte si thjesht Antigonën, miqen e saj inteligjente dhe fort dhe pak kokfort që ishte gjithmonë. Ky qëndrim, si thjesht si dukej, ishte çfarë Antigona kishte shumë nevojë.
por brenda gëzimeve të vogla dhe progresit të ngadalt, kishte ende ato net kur heshtja bëhej e rënd dhe mendimet ktheheshin. Netët kur shtrihej në shtrat të madh dhe bosh. Ndjente si hapësira pranë saj ishte si akuzë e heshtur. Netët kur dëgjonte fëmijët e fqinj dhe duke qeshur jashtë dhe brenda saj ndizej ajo ndjenjë e njohur dhe e dhimbshme, jo zilja, por diçka më e ndërlikuar. Diçka si trishtimi butë për një jetë paralele, për ato mundësi që ndoshta nuk do të vinin kurrë. Pyeste veten nëse do të martohej sërish, pyeste veten nëse duhej, pyeste veten nëse ishte ajo ideja e martesës, e partneritetit, e diskujt pranë që e donte vërtet, apo nëse po ndiqte thjesht imazhin shoqëror, ato pritjet e qytetit vogël ku gjithkush dinte gjithçka për gjithkënd dhe divorcin e shikonte si dështim. Nuk kishte përgjigje të thjeshta, por kishte një gjë që e dinte me siguri. Donte dashuri. Jo dashurinë ideale të filmave dhe romaneve, donte dashurinë reale, me gjithë komplikacionet dhe kompromiset dhe ditët e vështira. Donte dikë që shikonte anën e saj gri dhe qëndronte. Donte të ndihej e zgjedhur jo pavarësisht asaj që ishte, por duke qenë pikërisht ajo që ishte. Kjo dëshirë, e thjesht dhe e thellë njëkohësisht, ishte ajo gjë që e mbajti gjallë ndërmjet viteve, dhe ishte ajo gjë që kur rastësia solli dikë tjetër në rrugën e saj, e bëri të hapte sërish zemrën, edhe nëse zemra kishte akoma shenjat e thyerjes. Arioni erdhi në jetën e Antigonës nëpërmjet punës. Ai ishte klient i firmës ku ajo punonte, biznesmen i mesëm me qetësi dhe autoritet natyral, dikë që nuk bënte shumë zhurmë, por kur fliste, njerëzit dëgjonin. Ishte pak vite më i moshuar se ajo, divorcuar edhe ai, me 2 fëmijë nga martesa e parë që jetonin me ish-gruan e tij. Fillimi i tyre ishte i ngadalt dhe i kujdesshëm, siç janë gjithmonë fillimet midis njerëzve që kanë qenë të dëmtuar më parë dhe e dinë çfarë do të thotë të humbasësh diçka të rëndësishme. Nuk kishte flak të menjëhershme dhe intensive si me Arionin, kishte diçka më të qetë, më të thellë, si zjarri i qymyrit që nuk sheh flak, por ngroh gjatë. Arioni e respektonte Antigonën. Kjo ishte gjëja e parë dhe më e rëndësishme. Ajo ndjente se ai e shikonte si njeri të plot, me mendime dhe vlera dhe opinione të vlefshme, jo si dikë që duhej të mëshirohej apo ndihmohej. Kur ajo kishte vështirësi me fjalët, ai nuk plotësonte mendimet e saj pa leje, nuk e trajtonte me atë dëshpërim të maskuar si mirë kuptim. Thjesht priste dhe dëgjonte, dhe kur ajo mbaronte, fliste sikur gjithçka kishte qenë plotësisht normale, sepse për të ishte. Pas muajve të takimeve, pas bisedave të gjata dhe daljes jashtë bashk, dhe asaj periudhe kur 2 njerëz mësojnë njëri tjetrin, Antigona e gjeti veten sërish duke besuar. Ishte ndryshe nga hera e parë, ishte besim me sy hapur, besimi ndërgjegjshëm për rreziqet, besimi dikujt që ka humbur dhe ka mësuar prej humbjes, por besimi vërtet, e thellë. Ja tregoi gjithçka Arionit herët, shumë herët disa do të thoshin. Ja tregoi vështirësinë e saj me fjalët, ja shpjegoi si ndikonte kjo në komunikim, si ndonjëherë mund t'i dukonte e ftohtë ose e largët, kur në fakt ishte thjesht e bllokuar, dhe ja tregoi edhe çështjen e fëmijëve, me gjithë dhimbjen dhe pasigurinë dhe mungesën e garancive. Arioni kishte 2 fëmijë. Kjo ndryshonte llogaritjen. Ai nuk kishte të njëjtën nevojë për fëmijë të rinj si dikush që nuk kishte kurrë, por Antigona e dinte se edhe kjo nuk ishte e thjeshtë, se njerëzit ndryshojnë mendje, se rrethanat ndryshojnë, se ajo që tani dukej si zgjidhje mund të bëhej problem kur realiteti i martesës zëvendësonte idenë e saj romantike. Arioni dëgjoi gjithçka dhe tha se e kuptonte. Tha se jeta e tij kishte mësuar se gjërat e rëndësishme nuk janë gjithmonë ato që planifikoheshin, se kishte pasur martesat e tij, kishte bërë gabimet e veta, kishte mësuar çfarë vlerësonte vërtet. Dhe tha, me atë qetësi të tipit të vet, se ajo që vlerëson ishte gjetur tek Antigona. U martuan me ceremoni të vogël, vetëm familja dhe miqt më të afërt. Antigona veshi fustanin e bardhë me zemrën plot me shpresë dhe frikë njëherësh. Atë miks paradoksal i ndjenjave që njeh vetëm dikush që ka qenë i gëzuar dhe i dëshpëruar nga e njëjta gjë, dhe e di si të dyja anët e medaljes. Vitet e para shkuan mirë. Kishin komunikim të mirë, Arioni ishte njëri i shkolluar dhe i vetëdijshëm, dhe ata dy kishin arritur ato biseda të thella dhe ndershme që shumë çifte nuk arrin kurrë.
Antigona u integrua mirë me fëmijët e Arionit, ishte dashamirëse me ta, respektuese e kufive të tyre, duke kuptuar se roli i saj nuk ishte të zëvendësonte nënën e tyre, por të ishte praninë e shtesë dhe e mirë. Por koha, sërish, bëri punën e saj. Ndryshimi erdhi gradualisht, si shumë ndryshime, jo me bum, por me erozion. Filloi me presionin e familjes së Arionit, veçanërisht me vëllezrit dhe motrat e tij, të cilët kishin pikpamje shumë tradicionale dhe nuk e fshihnin krejt mirë. Komentet u bën të zakonshme gjatë mbledhjeve familjare, rreth fëmijëve, rreth vazhdimësisë familjare, rreth detyrës të gruas dhe burrit. Nuk drejtoheshin gjithmonë direkt te Antigona. Ndonjëherë flisnin mes tyre, ndonjëherë adresonin Arionin, por Antigona dëgjonte çdo gjë dhe kuptonte çdo kuptim. Arioni fillimisht e mbronte, fliste me familjen e tij, vendoste kufi, i qëndronte pranë Antigonës. Por mbrojtja e tij kishte kostot e saj. Konfliktet me familjen e tij e lodhën, e tensionuan, e nxorën jashtë ekuilibrit të zakonshëm. Dhe me kalimin e kohës, filloi të bënte diçka ndryshe. Filloi të shmangë konfliktin duke shmangë temën, duke mos folur rreth saj, duke lënë si pyetje të hapur në ajër. Antigona e ndjente, siç ndjente çdo gjë të tillë, me atë sens të hollë dhe të trajnuar nga vitet e leximit të sinjaleve jo verbale. Ndjente si Arioni po largohej, jo nga ajo, por nga konfrontimi i nevojshëm, si po zgjidhte paqen me familjen e tij në kurisë të ndershmërisë me të. Dhe kjo gjë, kjo shmangje, filloi të ndërtonte diçka midis tyre, jo mur, por një hapësirë të re dhe të pakëndshme, si dhomë ku dikush kishte harruar të ndezë dritën. Kishte edhe gjëra të tjera. Vështirësia e Antigonës me fjalët, kjo gjë që kishin menaxhuar mirë në fillimet e tyre, kjo gjë që për të cilën Arioni kishte treguar kaq shumë mirëkuptim, filloi të bëhej burim frustrimi. Jo çdo ditë, jo hapur, por kishte ato momente që Arioni kishte nevojë për vendimarrje të shpejtë, kur duhej të komunikohej qartë dhe menjëherë, kur bllokimi i Antigonës nuk ishte thjesht shqetësuese, por kishte pasoja praktike. Dhe frustrimi, edhe kur nuk shfaqej me fjalë, shfaqej me sjellje, me një pshërtim të lehtë, me humbje të vogël të durimit, me atë ndryshim mikroskopik të qëndrimit që dikush i vëmendshëm e sheh menjëherë. Antigona e pa, dhe e ndin si goditje. Jo goditje e madhe dhe e menjëhershme, por goditje ngadalt, si të pikoj ujë mbi gur. Sepse Arioni, ky burr i qetë dhe i respektueshëm dhe i matur, burr që kishte arritur të kuptonte kaq shumë, edhe ky po lodhej. Edhe ky kishte kufi të durimit të tij. Dhe pastaj erdhi nata kur gjithçka doli. Kishim pasur një ditë të tensionuar, njëra nga ato ditë kur gjërat e vogla grumbullohen dhe bëhen të mëdha. Kishte pasur keqkuptim lidhur me diçka praktike, dhe Antigona kishte ngecur duke u shpjeguar dhe gjithçka kishte dalë keq, dhe Arioni kishte humbur durimin për një moment të shkurtër. Ishte moment i vogël, dhe pastaj heshtje. Dhe pastaj Arioni kishte thënë se e kërkonte falje. Por ajo natë, të dy shtrieshin në errësirë pa gjumë. Dhe pastaj Arioni foli. Foli me zë të ulët dhe të ndershëm, me atë lloj ndershmërie që të dhembë pikërisht sepse nuk ka vend për mëri. Tha se ndihej i lodhur, jo nga Antigona si person, por nga situata, nga presioni i familjes, nga pyetjet pa përgjigje, nga ato ditë kur komunikimi ishte i vështirë dhe ai nuk dinte si të ndihmonte. Tha se donte të gjente zgjidhje, se nuk ishte duke heqë dorë, por se kishte nevojë Antigona ta dinte ku qëndronte. Antigona e dëgjoi në heshtje, dhe pastaj me shumë përpjekje, me atë luftë të njohur me fjalë që ngecin, u shpreh. Tha se e kuptonte. Tha se edhe ajo ishte e lodhur. Tha se frika e saj kryesore ishte pikërisht kjo, se dikur do të vinte dita kur dikush do të lodhej, dhe kjo ditë do të kthente gjithçka të vërteta. Tha se dashuria e saj ishte reale, por nuk dinte nëse dashuria ishte mjaftueshëm kundër botës. Ato fjalë, të thëna me vështirësi, me ngecje, me shumë pauza, ishin ndër fjalët më të plota dhe ndershme që Antigona kishte thënë ndonjëherë, dhe Arioni e mbajti dorën pas tyre, dhe tha se do t'i gjente rrugën bashk. Por premtimet e bëra në errësirën e natës, ndonjëherë ndryshojnë dritën e ditës. Javët pas asaj nate kaluan me përpjekje. Të dy mundoheshin, secili me mënyrën e vet, por presionet vazhduan, tensionet vazhduan, dhe hapësira midis tyre u bë gjithnjë e më e perceptueshme. Deri ditën kur Arioni erdhi shtëpi me atë fytyrë të dikujt që ka vendosur diçka, dhe tani duhet ta thotë. Kësaj here,
Antigona qau. Qau shumë, qau gjatë, me atë lloj vaji të thellë që vjen nga vendi i trupit, ku mban gjërat që nuk i tregon askujt. Qau jo vetëm për martesën, qau për gjithë ato vite të shpresës edhe përpjekjes, qau për trupin e saj që nuk bashkëpuntonte si donte, qau për zërin e saj që nuk dilte si donte, qau për atë ndjenjë tmerrsisht të njohur se po humbeste sërish diçka të rëndësishme. Arioni qau edhe ai, dhe kjo bënte gjithçka edhe më të komplikuar, sepse kur dikush që të dëmton nuk është i keq, kur dikush që të lën nuk është i lig, kur gjithçka është thjesht e vështirë dhe ndërlikuar dhe njerëzore, nuk ke këtë fajsosh, dhe mungesa e fajt lë hapësirë vetëm për dhimbje të pastër. Pas divorcit të dytë, Antigona kaloi në për fazë krejtësisht të ndryshme nga vitet gri të para. Kësaj here nuk ishte gri, ishte e zezë, intensive dhe e dhimbshme. Pyeste vete nëse ishte ajo, nëse kishte diçka themelisht të gabuar me të, nëse ndoshta bota kishte të drejtë, ndoshta nuk ishte e bërë për martesë, ndoshta vështirësia e saj dhe mungesa e fëmijëve bënin bashk një lloj koktejli të pamundur për t'u pranuar. Kjo periudhë ishte e rrezikshme, sepse kur fillon të besosh zërin e brendshëm që thot se je e meta, kur fillon ta shohësh veten si barr, si problem, ky besim mund të bëhet vetë përmbushës. Mund të fillosh të sjellësh veten si dikë që nuk meriton dhe njerëzit ta trajtojnë në përputhje me atë që projekton. Por Antigona kishte mësuar diçka nga hera e parë. Kishte mësuar se ia vlente të luftojë kundër atij zëri. Ishte e vështirë dhe ishte e lodhshme dhe nuk ishte gjithmonë e mundur, por ia vlente. Pas divorcit të dytë, kaluan vite të tëra para se Antigona të mendonte seriozisht për dikë tjetër. Jo sepse nuk takonte njerëz, takonte dhe kishte momente interesante dhe kishte madje ndonjë lidhje të shkurtër dhe të pasuksesshme, por sepse kishte nevojë para çdo gjëje të kthehej tek ajo vetë dhe të rigjente vargun. Kthimi tek vetja ndodhi nëpërmjet shumë rrugëve. Ktheu te Mimoza, terapeuten e saj, dhe rifilloi seanca të rregullta. Kësaj here shkoi thellë, shumë thellë, deri te rrënjët e atyre besimeve rreth vetes që kishte mbajtur që nga fëmijëria, deri te ajo fëmijë e vogël e kuqe në fytyrë, e bllokuar para klasës, e cila kishte vendosur që heshtja ishte mbrojtja më e mirë. E ndihmoi atë fëmijë, jo ta shpëtonte, por ta kuptonte, ta shihte me sy të mëshirshëm, jo me sy të kritikës. Bëri edhe gjëra praktike. Rifilloi logopeden, jo me atë ndjenjën e turpit dhe detyrimit të fëmijërisë, por me qëndrim krejt tjetër. Jo, jam e dëmtuar dhe duhet riparuar, por ky është një aspekt i jetës sime dhe dua ta menaxhoj sa më mirë. Ndryshimi i perspektivës, i vogël sa dukej, kishte efekte të mëdha. Filloi të arrinte rezultate të vogla por konkrete, fjalime të plota, bllokime më të rralla, aftësi më e mirë për të komunikuar nën presion. Jo kur, por progres real. Filloi edhe të shkruante. Kishte shkruar gjithmonë pak, në fletore private, por tani e mori seriozisht. Shkruante çdo mbrëmje, jo gjithmonë gjëra me kuptim, jo gjithmonë gjëra koherente, por e lëshonte fjalët lirisht mbi letër pa u bllokuar, pa u friksuar se si do të dukej, pa asnjë audiencë tjetër veç saj vet. Dhe ky akt i thjesht, ky akt i lëshimit të fjalëve pa censur, ishte terapeutik në mënyra që nuk mund t'i shpjegonte plotësisht. Ishte si të gjende zërin tënd jo përmes gojës, por përmes dorës. Ishte si të zbulosh se ke shumë çfarë të thosh, dhe se fjalët janë atje, të plota dhe bukura, edhe kur nuk mund t'i shqiptosh siç doje. Gjatë kësaj periudhe, marrëdhënia e saj me trupin e saj ndryshoi gjithashtu. Kishte qenë gjithmonë pak e largët nga trupi i saj, si dikush që jeton kryesisht në mendje dhe e sheh trupin si diçka të veçantë, diçka ndoshta problematike, diçka që kishte dështuar ta kryente. Funksionin e tij. Por filloi dal nga dal ta pranonte trupin e saj ndryshe. Filloi sportit, jo me intensitet të madh, por me qëndrueshmëri, ciklistik, notim, ato ecje të gjata në përparqe, dhe nëpërmjet lëvizjes, nëpërmjet asaj lidhjes fizike me vetveten, filloi të ndjente trupin e saj si diçka që i përkiste, jo si diçka që kishte dështuar, por si bashkëudhëtar i jetës. Miqësia me Blerinën u thellua gjatë kësaj periudhe. Blerina kishte martesën e vet, kishte fëmijët, kishte jetën e vet plot, por gjithmonë gjente kohë për Antigonën. Dhe jo thjesht kohën kur ke nevojë, por kohën e vërtet të miqësisë, ato takime pa arsye të veçantë, ato kafet gjata, ato biseda që fillojnë nga gjëja banale dhe arrin të thellësia pa e vënë re. Blerina ishte lloji i mikes se të bën të ndihesh normal, të bën të ndihesh se je dikush, jo diçka. Por kishte edhe shoqëri të re,
Antigona, ndërsa rritej dhe zhvillohej, tërhiqte lloj tjetër njerëzish. Njerëz që vlerësonin thellësinë, sinqeritetin, atë mënyrën e veçantë të saj për të dëgjuar dhe kuptuar, sepse Antigona, ajo që kishte mësuar të heshte veten kaq shumë, kishte bërë gjë paradoksale. Kishte bërë veten dëgjuese të shkëlqyeshme, kishte vëmendje të vërtetë, kishte praninë që njerëzit e ndjenin, kishte aftësinë e rradhë për ta bërë dikë të ndihej i vënë re vërtet. Njerëzit tërhiqeshin nga kjo. Gjenin te Antigona diçka që nuk e gjenin lehtë, dikë që vërtet ishte atje, vërtet dëgjonte, vërtet kujdesej. Dhe ky rrethi i ri shoqëror bëri diçka të rëndësishme. Ja vuri Antigonës pasqyrë dhe ja tregoi se çfarë ishte. Jo çfarë i mungonte, jo çfarë nuk mund të bënte, çfarë ishte. Dhe ajo pasqyrë tregonte diçka shumë të ndryshme nga imazhi që Antigona kishte ndërtuar rreth vetes me vite. Kishte edhe sfida, natyrisht. Kishte net kur vetmia ishte e rëndë, kur qyteti i vogël bëhej i vogël dhe ndihej se gjithkush po jetonte jetën me partner dhe fëmijë dhe argëtime familjare, ndërsa ajo ishte vetëm. Kishte takimet familjare ku gjithmonë vinte pyetja, e veshur ndryshe, e shprehur me butësi ose me mungesë butësie, varësisht nga kush pyeste, rreth martesës, rreth planeve, rreth se çfarë do të ndodhë. Kishte ato momente kur ndihej si dëshpëratisht jashtë rrjedhës kryesore të jetës, si dikush që ka munguar trenin dhe nuk di kur vjen tjetri. Por kishte edhe diçka tjetër që po rritej brenda saj, diçka e re dhe e papritur ndonjëherë. Ishte lloj paqeje e paplot dhe e pakëndshme ndonjëherë, por e vërtet. Ishte paqja e dikujt që ka filluar të pranojë veten, jo plotësisht, jo me luftë, por me sinqeritet. Paqja e dikujt që ka kuptuar se vlera e tij si njeri nuk varet nga statusi martesor, nuk varet nga trupi, nuk varet as nga aftësia për të folur pa bllokime. Paqja e dikujt që ka filluar të ketë marrëdhënie reale me veten, jo atë marrëdhënien e armiqësisë heshtur. Ishte gjatë kësaj periudhe, kur ndihej ndoshta më mirë me veten se sa kishte qenë ndonjëherë, ishte pikërisht atëherë kur erdhi Gentiani. Gentiani nuk erdhi dramatikisht, nuk erdhi me shenja dhe emocion të menjëhershëm. Erdhi ngadalë, si shumica gjërave që vlejnë. Ishte mik i miqve, diku me cilin u takuan shumë herë në kontekste shoqërore para se ta ndalet e ta shikonte vërtet. Ishte arkitekt, pak vite më i ri se ajo, divorcuar edhe ai, pa fëmijë. Fillimi i tyre ishte miqësia. Miqësi e mirë, e natyrshme, pa qëllim të deklaruar. Lloji i miqësisë ku dy njerëz zbulojnë se u gëzohet çdo herë që janë bashkë dhe nuk e kuptojnë menjëherë pse. Bisedat e tyre shkonin kudo, nga arkitektura dhe letërsia, te filozofia dhe gjellët, nga kujtimet e fëmijërisë te teoritë e mëdha rreth jetës. Gentiani kishte atë mendim tipik arkitekturor, shikonte gjërat nga shumë kënde, donte të kuptonte strukturën e brendshme të gjërave, ishte i durueshëm me kompleksitetin. Dhe kompleksitetin e Antigonës, gjithë shtresimin e saj, gjithë thellësinë dhe vështirësinë dhe pasurinë e saj të brendshme, e gjente interesante, jo të rëndueshme. Kur miqësia filloi të transformohej në diçka tjetër, Antigona e ndoqi me vëmendje dhe kujdes. Kishte mësuar të mos nxitojë. Kishte mësuar të dallonte ndërmjet entuziazmit të fillimit dhe diçkaje me bazë më të fortë. Kishte mësuar, me kosto të lartë, të bënte pyetjet e duhura para se të investonte zemrën. I tregoi Gentianit rreth vetes herët, shumë herët, si zakonisht. Tregoi rreth vështirësisë me fjalët, rreth divorceve, rreth çështjes së fëmijëve. E bëri jo si test, por si akt ndershmërie, sepse kishte vendosur se nuk donte të kalonte kohë me dikë që do të zbrapsej nga këta gjëra. Nëse do të zbrapsej, ishte mirë që të ndodhte herët. Gentiani nuk u zbraps, por bëri diçka ndryshe nga Erioni dhe Arioni. Nuk thjesht pranoi dhe vazhdoi. U ul me to, i shqyrtoi, bëri pyetje reale, jo pyetje kurtezie, por pyetje të dikujt që mundohet vërtet të kuptojë. Pyeti si ndihej Antigona rreth gjërave, çfarë kishte mësuar nga martesat e mëparshme, çfarë i kishte munguar, çfarë donte herën tjetër. Dhe dëgjoi, jo me atë dëgjim pasiv të dikujt që pret radhën e vet të flas, por me dëgjim aktiv të dikujt që është pranishëm. Kjo gjë, ky dëgjim aktiv dhe i vëmendshëm, ishte çfarë bëri Antigonën ta donte. Jo vetëtima e parë, jo atraksioni fizik, jo gjëja e madhe romantike, por ky dëgjim, kjo pranim reale, kjo serioziteti ndaj botës së saj të brendshme, siç kishte nevojë gjatë gjithë jetës, dikush që vërtet dëgjonte. U martuan pas afërsisht 2 vitesh, kohë mjaftueshme për ta njohur njëri tjetrin, mjaftueshme për ta kaluar stërvitjen e realitetit të çift.
Kishin pasur mosmarrveshjet e tyre, kishin pasur ditë kur gjërat nuk shkonin mirë, kishin testuar durimin dhe mirëkuptimin e njëri tjetrit, dhe kishin mbijetuar. Jo thjesht mbijetuar, kishin dalë nga secila vështirësi me mirëkuptim më të thellë për njëri tjetrin. Dasma e tyre ishte e qetë dhe e gëzueshme. Antigona kishte 35 vjeç dhe qante nga gëzimi, jo ato lot performant të ceremonive, por lot të vërtet, të atyre njerëzve që kanë pritur shumë dhe beson shumë sa më nuk di si ta mbajnë ndryshe. Nëna e saj, Mrika, ishte aty me sytë plot dritë, ajo grua e fortë dhe butë e fëmijërisë, që kishte vuajtur me djalin e saj aq sa Antigona, që kishte lutur çdo natë për të birën. Blerina qante edhe ajo dhe nuk e fshihte fare. Ishte ditë e mirë, ditë e vërtetë. Vitet e para me Gentianin ishin ndoshta vitet më të mira të jetës së Antigonës. Jo sepse ishin të përsosura, nuk ishin, por sepse ishin autentike. Kishin konfliktet e tyre. Gentiani ishte njëri i detajeve dhe analizës, ndonjëherë mbetej shumë në kokën e vet, ndonjëherë rrinte shumë me projektet e tij, dhe Antigona ndjente heqjen tërhiqëse të negleklit. Antigona kishte herët kur bllokimi me fjalët bëhej burim frustrimi të ndërsjellët, ajo frustrohej me veten dhe kjo frustracion me veten krijonte distancë nga Gentiani. Por kishin diçka që shumë çifte nuk e kanë. Kishin aftësinë dhe dëshirën për ta zgjidhur. Kur kishte problem, flisnin. Jo çdo herë me një herë, jo çdo herë bukur, por flisnin. Nuk linin gjëra të grumbulloheshin. Kishin mësuar nga martesat e tyre të mëparshme, nga dhimbja e humbjes, se komunikimi, madje edhe i vështirë dhe i pakëndshëm, ishte gjithmonë më i mirë se heshtja. Shtëpia e tyre kishte atmosferë të veçantë. Gentiani mbushte shtëpinë me libra dhe vizatime arkitekturore, Antigona mbushte me bim dhe koha e kuzhinës me gjell të bëra me kujdes dhe tryeza të shtruara mirë edhe për darkë normale. Kishin ritualin e tyre të mbrëmjes, kafja pas darkës, ajo periudha e qetë kur bisedat fluturonin ose kur thjesht rinin bashk pa folur shumë, pa pasur nevojë. Kishin dashamirësinë e vogël të përditshme, ato gjeste pa madhështi, por me kuptim, ato të gjeta duke menduar për ty dhe si kalove ditën, dhe dëgjo çfarë ndodhi sot. Atë kulturë bashkëshortësh që nuk vjen natyrshëm tek të gjithë, por që Gentiani dhe Antigona e kishin kultivuar me vetdije. Antigona kishte kënaqësi të re në jetë, kishte marrë kurs pikture, diçka tjetër, krejtësisht, pa asnjë qëllim praktik, thjesht sepse e gëzonte. Kishte dalë mirë me kolegët e Gentianit, kishte shoqërinë e shtuar dhe të mbushur. Ndjente se jeta kishte gjetur ekuilibrin e saj, se ajo kishte gjetur vendin e saj. Edhe çështja e fëmijëve kishte gjetur lloj qetësie. Kishin diskutuar gjatë dhe thellë, kishin menduar mundësinë e adoptimit, kishin menduar lloje të ndryshme të familjes. Nuk ishin mbyllur tek imazhi i vetëm, kishin lënë hapësirë për mundësi të ndryshme, duke mbajtur shpresën të hapur pa e bërë të vetmen burim lumturie. Kjo ishte shëndet emocional real, dhe Antigona ishte krenare se kishte arritur të arrinte. Por pastaj ndodhi diçka e papritur. Gentiani filloi punë të re, projekt të madh, ambicioz, me ekip të ri dhe klient ndërkombëtar. Ishte mundësi e shkëlqyeshme profesionale dhe Antigona e mbështeti plotësisht. Dinte se kjo do thoshte periudhë intensive, ndonjëherë udhtime, ndonjëherë orë të gjata. Ishte gati për këtë. Por projekti solli edhe njerëz të rinj, dhe midis atyre njerëzve të rinj kishte Dianën. Diana ishte arkitekte e re, energjike, e sigurt, me aftësi komunikimi të shkëlqyeshme dhe prezencë të fortë. Punonin shumë bashk, mbeteshin shpesh deri vonë, kishin ato bashkëpunime intensive që krijohen kur dy njerëz inteligjent punojnë në diçka madhore bashk. Antigona e vuri re ndryshimin. Vuri re si Gentiani kthehej me energji tjetër, ndonjëherë të ngritur dhe entuziazëm, me histori të reja, me referenca të Dianës. Fillimisht nuk konsideroi shumë. Ishte normale, kishin kolege, kishin miqësi pune, por ndjenjat nuk pyesin për logjikën. Brenda saj, filloi ngadalë të lëviz diçka. Jo xhelozi e fortë, jo akuza, por atë ndjenje heshtur dhe e njohur që kishte mësuar ta dallonte. Ndjenjen se diçka po ndryshonte, se ekuilibri i brendshëm i martesës po lëkundej pakës, se ajo hapësirë e vogël mes tyre po bëhej pak më e gjerë ditë pas dite. Nuk tha asgjë menjëherë, jo sepse nuk kishte çfarë të thoshte, kishte shumë, por sepse dinte nga përvoja se akuzat e nxituara mund të shkatrojnë gjëra që kishte nevojë vetëm për kujdes, jo konfrontim.
Donte të kuptonte çfarë ndjente veten para se ta sillte jashtë. Filloi të shkruante më shumë gjatë asaj periudhe. Mbushte faqe çdo natë me mendime dhe ndjenja, duke u përpjekur ta kuptonte nëse kishte arsye reale për shqetësim apo nëse plagët e vjetra po i jepnin forma të reja. Sepse kjo ishte diçka me të cilën Antigona kishte luftuar gjithmonë, dallimi ndërmjet instinktit real dhe ankthit të trashëguar. Dallimi ndërmjet diçka nuk shkon vërtet dhe jam duke e ricikluar frikën time të vjetër të praktikës. Terapeuten Mimozën e kishte patur gjatë gjithë kësaj kohe dhe shkoi tek ajo me këtë. Mimoza e ndihmoi të bënte atë dallim me kujdes. Jo ta drejtonte drejt konkluzionit, por ta ndihmonte të shihte qartë. T'i dallonte ndjenjat reale nga projektimet e vjetra. Ta kuptonte trupin e saj, instinktet e saj, pa u mbuluar nga historia. Dhe pastaj, një mbrëmje, Antigona foli me Gjentianin. Jo me akuza, jo me thirrje dramatike, por me atë ndershmëri të qetë dhe të drejtë për drejtë që kishin kultivuar bashkë, me fjalë të thjeshta dhe të vërteta, me atë guxim të veçantë të dikujt që ka vendosur se e vërteta, madje edhe e dhimbshmja, është gjithmonë e preferueshme ndaj heshtjes. I tha se ndjente diçka kishte ndryshuar. I tha si ndjehej, i tha çfarë i kishte vënë re, dhe i tha, dhe kjo ishte pjesa që e kushtoi më shumë por që e tha, se nuk donte të supozonte, donte të dinte të vërtetën pavarësisht se çfarë ishte. Gjentiani e dëgjoi gjatë, pa e ndërprerë, me atë dëgjesën e tij të thellë, dhe pastaj foli. Foli me ndershmëri ndoshta më të madhe se sa Antigona kishte pritur. Tha se me Dianejen kishte lidhje emocionale, jo fizike, jo aferë në kuptimin e zakonshëm, por lidhje emocionale të thellë, ato biseda intensive dhe ato ndjenjat e afërsisë që ndonjëherë janë edhe më tradhtare se sa tradhtia fizike. Tha se e kishte kuptuar vetë çfarë po ndodhte dhe kishte vendosur ta ndalë. Tha se e donte Antigonën, se martesa e tyre ishte gjëja më e rëndësishme e jetës së tij, se kishte bërë zgjedhjen. Antigona e dëgjoi duke mbajtur të gjithë trupin e qetë me gjithë atë mundin. Dëgjoi çdo fjalë, dhe pastaj, kur Gjentiani mbaroi, mbeti një heshtje e gjatë. Ajo heshtje ishte e mbushur plot me dhimbje. Po, ishte dhimbje reale dhe e mprehtë, dhimbja e dikujt dashur që kishte zbuluar se partnerja e vet kishte hequr një pjesë prej saj dhe ja kishte dhënë dikujt tjetër. Por ishte edhe mbushur me diçka tjetër, me respekt të çuditshëm dhe të dhimbshëm për ndershmërinë e tij, me mirënjohje të komplikuar se kishte zgjedhur të tregonte të vërtetën kur mund të kishte fshehur. Ajo natë dhe javët pas saj ishin ndër vitet më të vështira të martesës, por gjithashtu, paradoksalisht, ndër periudhat kur kishin ardhur afër njëri tjetrit shumë thellë, sepse kishin zgjedhur të mbeten dhe të punojnë, jo të iknin, jo të fshihnin, por të qëndronin me vështirësinë dhe ta kalonin bashkë. Ishte punë e vështirë, ishte sesione terapie si çift, ishte biseda të vështira dhe emocionale, ishte ato natë kur dhimbja kishte peshë fizike dhe nuk mund të flije. Ishte Gjentiani duke bërë punën e vet të brendshme, duke kuptuar pse kishte lëshuar rrënjë emocionale tek dikush tjetër, çfarë i mungonte, çfarë kishte nevojë. Dhe ishte Antigona duke bërë punën e vet, duke e dalluar dhimbjen e saj nga frika e vjetër, duke vendosur nëse donte të rindërtonte besimin apo nëse kishte humbur shumë. Vendosi të rindërtonte. Vendosi sepse e donte Gjentianin, sepse njohte thellësinë e asaj që kishin bashkë, sepse kuptonte se jeta nuk ishte film dhe çiftet reale kalojnë nëpër gjëra të vështira dhe zgjedhja është si reagojnë ndaj tyre. Vendosi me sy hapur, jo me naivitet, me vetdijen e plotë të asaj që kishte humbur dhe me vendosmëri për ta fituar sërish. Por shërimi i vërtet merr kohën e vet. Dhe brenda asaj kohe, ndërkohë që ata dy punonin dhe përpiqeshin, erdhi diçka tjetër. Gjatë kësaj periudhe të tensionit dhe rindërtimit, Antigona filloi të ndjente diçka trupore, lodhje të pazakonshme, dhimbje të vogla, ndryshime të imta që trupi jep kur diçka nuk shkon. Shkoi te mjeku, jo me alarm, por me atë kujdes të matur të dikujt që ka mësuar t'i marrë sinjalet e trupit seriozisht. Ekzaminimet e çuan drejt konsultave të reja me specialist, dhe specialistët zbuluan diçka. Ajo gjë që kishin thënë me ndoshta shumë vite më parë, ajo pasigurie gjatë rreth fëmijëve, kishte marrë formë më të qartë. Trupi i saj kishte kaluar në përndryshime të brendshme që e bënin mundësinë e fëmijëve biologjik akoma edhe më të pakët se sa kishte qenë. Mjeku i shpjegoi me kujdes, me profesionalizëm dhe mirëkuptim. Antigona dëgjoi.
pyeti pyetjet e duhura, mori informacionin, dhe pastaj doli nga ambulanca në rrugën e mbushur me njerëz dhe qëndroi aty për pak, duke ndjer ajrin e qytetit mbi fytyrë. Kishte menduar shumë herë rreth kësaj mundësie, e kishte procesuar me terapeuten, e kishte diskutuar me Gentianin, e kishte mbajtur brenda saj në mënyra të ndryshme gjatë viteve. Por sado e kishe menduar diçka, sado ta kishe bërë gati mendërisht, momenti kur bëhej i qartë dhe i konfirmuar, kishte peshë të veçantë. Nuk ishte zjarr, nuk ishte shkatrimi menjëhershëm. Ishte si gjëja e madhe e trishtimit, ajo ndjenje e rëndë dhe e qetë njëherësh, sikur zielli perëndon dhe dita mbaron dhe ti ndjen fund dhe fillim njëherësh. Ja treboi Gentianit atë natë. Ai e mbështeti, nuk u panikos, nuk tha gjëra gabim, nuk u bë as shumë dramatik as shumë i ftohtë. Ishte aty, pranishëm, me duar të mbush dhe zemrën hapur. Tha se e donte, se do të gjente rrugën me to, se nuk ndryshonte asgjë rreth asaj që ishte dhe asaj çfarë kishin. Ato fjalë ishin të sinqerta. Antigona e dinte se ishin të sinqerta, sepse e njihte Gentianin mirë dhe e dinte kur fliste nga zemra. Por edhe fjalët sinqerta, ndonjëherë godasin pallatin e vjetër brenda teje, ato ndërtesa brenda shpirtit që kishin qenë lëkundur shumë herë dhe asnjëherë të shkatruar plotësisht. Dhe ky lajm, mbi gjithë gjërat e tjera të asaj periudhe, mbi tensionin e martesës, mbi punën e rindërtimit emocional, mbi lodhjen e akumuluar të viteve të luftës, ra mbi ato ndërtesa si peshë shtuar. Javët pas kësaj ishin ndër më të vështirat. Antigona funksiononte, shkonte në punë, bënte gjërat e zakonshme, ruante fasadën e normalitetit. Por brenda, ndihej si po mbante shumë njëherësh, dhimbja e lajmit të ri, puna e vazhdueshme mbi besimin me Gentianin, lodhja akumuluar e viteve të luftës. Flinte pak, hante pak, shkruante shumë. Edhe gradualisht, shumë ngadalë, edhe me shumë mundim, filloi të integronte. Integrimi nuk do të thotë nuk dhemb më, do të thotë mëson ta mbash dhimbjen ndryshe, mëson ta bësh pjesë të historisë tënde, jo pengesën kryesore. Mëson të gjesh kuptim brenda humbjes dhe të vazhdosh pa mohuar se humbja ekzistonte. Antigona erdhi te ky integrim nëpërmjet shumë rrugëve, nëpërmjet terapisë, nëpërmjet shkrimit, nëpërmjet asaj aftësie të brendshme për gjetur kuptim, aftësi që e kishte zhvilluar gjatë gjithë jetës, por edhe nëpërmjet Gentianit, sepse Gentiani ishte atje, vazhdimisht me qëndrueshmëri dhe dashuri reale. Ndërkohë që Antigona dhe Gentiani po punonin drejt rindërtimit, ndërkohë që gjërat po stabilizoheshin ngadalë, u shfaq diçka tjetër, diçka nga drejtimi i papritur. Familja e Gentianit kishte qenë gjithmonë e pranishme, por jo ndërhyrëse. Ishin njerëz të edukuar dhe të sjellshëm, kishin pranuar Antigonën me mirësjellje të vërtetë, kishin respektuar autonominë e çiftit. Por tani, ndoshta duke ndjerë tensionin e periudhës, ndoshta duke marrë vesh gjëra nëpërmjet fjalëve të mbledhura këtu e atje, nëna e Gentianit filloi të shfaqte shqetësimet e saj. Nuk ishte grua e ligë, Antigona e kuptonte këtë dhe e respektonte. Ishte nën që donte gjalin e saj, grua e formuar nga vlerat tradicionale të mjedisit saj, dikush që shihte familjen si strukturën themelore dhe ishte e shqetësuar kur e shihte atë strukturë me probleme. Shqetësimet e saj ishin njerëzore, por shprehja e tyre, ato bisedat e gjata me Gentianin pa praninë e Antigonës, ato sugjerime indirekte, ato pyetje rreth fëmijëve dhe të ardhmes, kishte efekte konkrete. Gentiani mbeti i sertë finimisht, mbrojti zgjedhjen e tij, mbrojti martesën, u shpreh qartë me nënën e tij rreth kufive. Por presioni familjar, kur vjen nga dikush që e do dhe e respekton, nuk është si presioni i jashmajve, nuk e ke armik dhe nuk mund ta luftosh me armë. Ka mënyrën e vet subtile dhe vazhdueshme, si ujë që grun guri dal ngadal, pa shurmë, pa shenja të dukshme, por me rezultate të sigurta. Antigona e pa dinamikën duke u formuar. Pasi Gentiani fillonte të mbante gjëra vet pak më shumë, si i disa biseda mbylleshin pak herë shumë shpejt, si ata momente intimiteti emocional të tyre po bëheshin pak më të rrallë. Ishte ajo mënyrë e veçantë e tij kur diçka e shqetësonte por nuk donte ta sillte. Pakës i tërhequr, pakës brenda vetes, me atë largësi mikroskopike që Antigona e njihte si dorë vet. E pyeti drejt për drejt. Kjo ishte çfarë kishin mësuar të bënin, të pyesnin drejt për drejt, të mos linin gjëra të grumbulloheshin. Dhe Gentiani, i ndershëm si ishte gjithmonë kur e pyesje drejt për drejt, tregoi rreth bisedave me nënën e tij. Tregoi se si ndjente presion të vjetër të kinjohur, presionin e njeriut midis gruas dhe familjes, midis zgjedhjes personale dhe pritjeve tradicionale.
Tregoi si ndjente ndonjëherë se po mbarte shumë peshën e situatës me Antigonën, peshën e zhgënjimit profesional që kishte ndjekur projektin e madh, peshën e pyetjeve të familjes. Tregoi me fjalë shumë të vështira por të sinqerta se pyete veten ndonjëherë çfarë do të thoshte e ardhmja. Antigona e dëgjoi atë fjalinë dhe ndjeu si diçka brenda saj lëvizi, si i tërmeti vogël në ujorr, i padukshëm nga lart por real nën sipërfaqe. Sepse ajo fjalin, çfarë do të thotë e ardhmja, ishte fjalia që kishte dëgjuar në forma të ndryshme në të gjitha historitë e saj. Ishte fjalia që nënkuptonte se nuk dihej, se gjithçka ishte e hapur, se garancia nuk ekzistonte. Edhe ajo kishte pyetjet e veta rreth ardhmes, edhe ajo kishte trishtimin dhe pasigurinë, por kishte vendosur me kujdes dhe me maturim se nuk do ta linte pasigurinë ta paralizonte, se do të zgjidhte çdo ditë dashurinë, edhe kur kishte frikë, se bashk mund të gjenin rrugën. Gentiani pa ato muaj duke u përpjekur. Antigona pa ata muaj duke u përpjekur. Ishin dy njerëz të mirë me dashuri reale mes tyre, duke luftuar për diçka që vlente, dhe kjo ishte e dukshme. Por lufta kishte kostot e saj. Erdhi nata kur Gentiani i tha se kishte nevojë të flinte, jo si metafor, por si gjendja fizike dhe emocionale të dikujt i cili kishte bartur peshë shumë gjatë dhe nuk mund ta mbante më. Tha se donte të qëndronte, dhe kjo ishte e vërteta. Antigona e kuptoi se ishte e vërteta. Donte të qëndronte, por ndjente se nuk kishte energji. Ndjente se çdo ditë ishte betejë e re dhe ai ishte lodhur nga betejat. Tha se ndoshta duhej kohë veçmas, jo divorc më njëherë, por hapësirë. Kohë për të menduar qartë, pa presionin e gjithçkaje bashk. Antigona e dëgjoi, dhe kësaj here nuk qau më njëherë. Ishte e qetë, jo qetësia e shokut, por qetësia e dikujt që ka arritur te pika kur dhimbja ka bërë qarkun e plot dhe ka kthyer në diçka tjetër. Kishte qenë aty, e dinte si ndihej, e dinte çfarë do të thoshte kohë veçmas kur dy njerëz janë të lodhur dhe bota e jashtme shtyn nga i njëjta drejtim. I tha atë çfarë ndjente, jo me akuza, jo me trishtim performativ, por me atë ndershmëri të thellë dhe të qetë që vetëm dikush i lodhur mirë mund ta ketë. I tha se e donte, i tha se e kuptonte lodhjen e tij. I tha se edhe ajo ishte e lodhur nga lufta, e lodhur nga prova e vazhdueshme, e lodhur nga ndjenja se duhet të meritonte çdo ditë të qëndronte. I tha edhe diçka tjetër, diçka që kishte gjetur brenda asaj qetësie të panatyrshme. I tha se nëse ai kishte nevojë të largohej, nëse largimi ishte çfarë kishte nevojë për të qenë i lumtur dhe i plot, atëherë ajo nuk do të luftonte kundër. Sepse dashurisi kishte ndryshuar kuptimin për Antigonën gjatë gjithë kësaj rruge. Nuk ishte më mbaje me çdo çmim, por shpresoj të jesh mirë, me mua ose pa mua. Gentiani qau atë natë, qau shumë, dhe mbajti Antigonën shumë gjatë, me atë mbajtjen e dikujt që di se po humbet diçka dhe nuk ka guximin ta pranojë plotësisht. Bashkëjetesa e tyre vazhdoi akoma për disa muaj. Ata muaj liminale e rand ku dy njerëz jetojnë në të njëjtin çati por me mendje tashmë duke shqyrtuar rrugdaljet. Pastaj erdhi divorci, i bërë me qetësi dhe dhimbje njëherësh, me respekt të ndërsjellët, pa mëri të mëdha. Nata e fundit në të njëjtin çati, Antigona uli dhe shikoi shtëpinë e tyre, librat e Gentianit që do të largoheshin nesër, bimet e saj që do të mbeteshin, tavani i njëjtë nën të cilin kishin jetuar dhe qeshur dhe qareve punuar dhe dashuruar. Ndjeu si do të ishte shtëpia bosh pas tij, si hapësira do të kishte formë tjetër. Dhe pastaj mendoi, pa plan, pa qëllim, thjesht mendoi, se sa shumë kishte jetuar, se sa shumë kishte dhuruar dhe pritur dhe besuar dhe vuajtur dhe rezistuar dhe rifilluar. Se ajo histori e gruas nga qyteti i vogël me vështirësinë e saj dhe të paaftën e trupit të saj, ajo histori nuk ishte histori e disfatave. Ishte historia e njeriut që nuk u dorëzua. Por kjo e fundit, kjo e treta, kishte diçka ndryshe. Diçka që nuk kishte pasur me Erionin dhe Arionin. Kishin qenë vërtet bashk, vërtet intim, vërtet transparent me njëri tjetrin. Gentiani e kishte njohur atë si askush tjetër. Dhe kjo njohje, edhe nëse nuk kishte qenë e mjaftueshme për ta mbajtur martesën gjallë, ishte diçka e paheqshme. Ishte dëshmi se mund të njiheshe plotësisht dhe dashuroshe. Edhe nëse dashuria nuk zgjas gjithmonë, ekzistenca e saj ishte e vërtet. Kur Antigona mbushi të 40-tat, kur u ngrita të mëngjes dhe kuptoi se ka arritur atë numër të rrumbullakët që duket si pikë referimi, ishte vetëm, jo në mënyrën dramatike. Ishte vetëm në shtëpinë e saj, me bimët e saj dhe librat e saj, dhe kuzhinën e saj me kafen e mëngjesit vetëm për njërin, me ditën e plot para saj pa asnjë plan të madh. Dhe ajo vetmi nuk kishte ndjesinë e katastrofës. Kishte ndjesinë e diçkaje reale dhe shpesh herë të dhimbshme, por kishte edhe diçka tjetër, diçka që nuk e kishte pritur ta ndjente.
kishte ndjesinë e vetëm mjaftueshmërisë. Mendoi tek Arioni, burri i matur dhe i qetë, marrëdhënia e ndërtuar mbi respekt dhe kuptim, martesa e dytë me sy më të hapur dhe zemër pak më të kujdesshme. Mendoi se si edhe ajo kishte pasur gjëra të mira, gjëra të vërteta. Mendoi se si ndarja e asaj kishte qenë e dhimbshme por jo e pashpjegueshme. Kishin qenë dy njerëz të mirë që nuk kishin mundur t'i rezistonin presionit dhe distancës së akumuluar. Dhe mendoi tek Gentiani, dashuria e tij e fundit, ajo martesë e fundit, burri i cili e kishte njohur thellë dhe kishte dashur vërtet. Mendoi se si edhe ajo martesë, me gjithë sinqeritetin dhe komunikimin dhe përpjekjen, kishte arritur pikën ku lodhja kishte fituar. Mendoi se si divorci i tretë e kishte lënë me ndjenjë tjetër nga dy të parët, jo thjesht dhimbje, por një farë qetësie të paqëndrueshme, sikur kishte bërë gjithçka që mund të bënte dhe tani duhej ta linte rrjedhën të rrjedhte. 3 herë kishte hyrë, 3 herë kishte dalë, 3 herë kishte besuar, 3 herë kishte dhimbur. Njerëzit me të cilët kishte jetuar do ta kishin arsyen e tyre, dhe Antigona nuk do t'ua nëpërkëmbte, por e dinte thellë dhe qartë se ato dy gjëra, vështirësia e saj e të folurit dhe mungesa e fëmijëve, kishin luajtur rol. Kishin qenë faktor, madje faktor të rëndësishëm, jo i vetmi faktor, jo gjëja e vetme, por kishin qenë atje, duke formuar rrjedhën e ngjarjeve. Dhe ky kuptim, ky njohje e qartë dhe e dhimbshme, kishte nevojë ta kishte një qëndrim. Antigona e kishte gjetur qëndrimin e saj gjatë viteve. E kishte gjetur nëpërmjet terapisë dhe shkrimit, dhe lotëve dhe miqve dhe shëtitjet e mëngjesit, dhe gatimit dhe pikturës, dhe gjithë atyre gjërave të vogla dhe të mëdha që e kishin ndihmuar të ndihej e lidhur me veten. Qëndrimi ishte ky. Ato dy gjëra nuk ishin faji i saj. Vështirësia e të folurit nuk ishte zgjedhje e saj. Pamundësia e trupit nuk ishte dënimi i saj. Ishin gjëra të ndodhura, gjëra të jetës, gjëra njerëzore. Kishte vuajtur prej tyre, kishte paguar çmim të lartë, por nuk do t'i quante fajin e saj. Nuk do t'i merrte mbi supe si turp që duhej mbajtur fshehur. Dhe ky mosmarrje e turpit ishte ndoshta arritja më e madhe e gjithë jetës së saj. Njerëzit e qytetit të vogël flisnin, siç kishin folur gjithmonë. Flisnin rreth Antigonës, gruas që ishte martuar 3 herë, gruas me probleme, gruas që nuk ishte mundur të mbante burrin. Kishin historinë e tyre rreth saj, si të gjithmonë, ndryshe nga historia vërtet. Por Antigona kishte ndaluar së dëgjuarit atë zë të jashtëm shumë kohë më parë. Jo sepse nuk e dëgjonte, por kishte gjetur diçka më të fortë se ai zë. Kishte gjetur zërin e saj të brendshëm, jo atë zërin e vjetër i cili thoshte nuk jam anaftueshëm, por zërin e ri, më të thellë dhe të qëndrueshëm, i cili thoshte diçka krejtësisht tjetër. Filloi të shkruante blogun e saj jo me plan të madh, jo me ambicie të mëdha. Filloi thjesht duke shkruar çfarë kishte jetuar, me atë ndeshmëri dhe thellësi me të cilën shkronte në fletoret e saj private. Shkronte rreth vështirësisë me fjalët dhe si kishte ndikuar jetën e saj. Shkronte rreth martesave dhe divorceve, rreth dhimbjes dhe mësimeve, rreth trupit dhe akceptimit. Shkronte me guxim dhe sinqeritet të rrallë. Njerëzit e lexuan, dhe shumë prej tyre, shumë gra dhe burra me histori të ngjashme, njerëz me vështirësi të ndryshme trupore apo komunikuese, njerëz të vetmuar dhe të keq kuptuar, gjetën tek fjalët e saj diçka çfarë kishin nevojë. Nuk ishin thjesht fjalë rreth Antigonës, ishin pasqyrë ku shiheshin edhe ata. Mesazhet filluan të vinin. Njerëz nga qytete të ndryshme, njerëz që nuk e kishin takuar kurrë, njerëz me histori komplet të ndryshme, por që kuptuan diçka universale brenda historisë së saj. Njerëz që i thoshin faleminderit, sepse ndova se nuk jam vetëm. Njerëz që i thoshin edhe unë. Njerëz që i thoshin gjithmonë kisha turp, por duke lexuar ty, fillova ta shikoj ndryshe. Dhe Antigona, kjo grua me vështirësinë e saj me fjalët e shqiptuara, kjo grua me historinë e saj të komplikuar dhe dhimbshme, kjo grua kishte gjetur zërin e saj, jo atë zërin fizik i cili ngecte dhe bllokonte, por atë zë të brendshëm, i cili kishte gjëra të mëdha dhe reale dhe të rëndësishme për të thënë. E kishte gjetur jo me njëherë dhe jo lehtë, e kishte gjetur nëpërmjet 30 e ca viteve të luftës, dhimbjes dhe rifillimit. Blerina, kur lexoi postimet e saj, i shkroi vetëm 2 fjalë: kjo je ti. Nëna e saj, Mrika, lexoi çdo gjë,
dhe qau. Jo lot dhimbjeje, lot krenar. Ato lot që nëna i qanë kur shef fëmijën e saj duke bërë diçka të madhe, diçka që kërkon guxim, diçka që ja kalon gjithë ajo çfarë ajo nën kish mundur t'i mësonte. Antigona, në ditët kur ndihej me forcë, ulej dhe reflektonte thellë mbi gjithçka që ishte kaluar. Reflektimi nuk ishte gjithmonë i lehtë. Disa ditë ktheheshin imazhe dhe ndjenja nga e kaluara me intensitet të plot dhe duhej të punonte aktivisht ta mbante ekuilibrin. Por kur e bënte atë punë dhe e arrinte ekuilibrin, gjente gjëra të vlefshme brenda reflektimit. Kishte kuptuar se dashuria, e vërtet dashuri, nuk mund të jetë vetëm ndjenjë. Duhet të jetë edhe zgjedhje e vazhduar, zgjedhja e çdo ditë të qëndrosh, të shohësh, të mundohesh. Kishte parë të 3 burrat e saj duke bërë atë zgjedhje për periudhë të ndryshme kohe, pastaj duke u raskapitur dhe duke braktisur zgjedhjen. Nuk i fajsonte, kuptonte, por dinte se marrëdhënia e vërtetë e jetës do të kërkonte dikë i cili e bënte atë zgjedhje me qëndrueshmëri. Kishte kuptuar edhe diçka rreth vetes. Kishte tendencën ta bënte veten të vogël, tendencën të thoshte nuk jam si të tjerët, kam vështirësi, nuk mund të pritet shumë, si justifikim paraprak kundër zhgënjimit. Por kjo mbrojtje para përgatitur kishte pasoja negative. Kur filloje duke u ndjerë si barr, njerëzit fillonin të shihnin si barr. Antigona kishte mësuar ta ndalonte atë zë të brendshëm që fillonte me por unë dhe ta zëvendësonte me diçka tjetër. Kishte mësuar ta prezantonte veten si dikë me vlera, me aftësi, me gjëra të jashtëzakonshme për të dhuruar, sepse kjo ishte e vërteta, dhe ajo kishte shumë kohë ikte nga e vërteta. Kishte kuptuar se vështirësia e të folurit, kjo gjë që i kishte sjell turp të madh gjatë gjithë jetës, kishte bërë diçka paradoksale. E kishte bërë observatore të shkëlqyere, e kishte bërë ndjeshme ndaj komunikimit jo verbal, e kishte bërë të dëgjonte thellë, sepse kur fjalët dalin vështirë, mëson t'i çmosh fjalët e të tjerëve ndryshe. E kishte bërë empatike në mënyrë të jashtëzakonshme, sepse dija si ndjej të mos kuptohesha, dija si ndjej të ishe ndryshe, dija çmimin e paragjykimit. Ato cilësi, observimi, ndjeshmëria, empatia, dëgjimi i thellë, ishin dhurata të fshehura brenda çfarë ajo kish konsideruar si kufizim, jo si justifikimi i vështirësisë. Vështirësia ishte reale dhe kishte pasoja reale dhe nuk duhej romantizuar, por brenda asaj vështirësie kishte edhe aftësi, kishte edhe fuqi. Dhe fëmijët, kjo gjë e dhimbshme dhe e komplikuar, kjo ndoshta e madhe e jetës, kishte ardhur te paqja me këtë, jo plotësisht, se paqja e plot me humbjen e madhe nuk ekziston ndoshta, por paqja e mjaftueshme. Kuptoj se mama nuk do të thoshte vetëm fëmijë biologjik. Kuptoj se kujdesi, dashamirësia, prania e mbrot, ato gjëra mund t'i jepte shumë njerëzve, jo vetëm fëmijëve biologjik. Kishte fëmijët e motrës, fëmijët e miqve të ngushtë, kishte marrëdhënie me të rinj nëpërmjet blogut të saj ku shumë e shihnin si mentor dhe model. Dashuria maternale kishte shumë forma. Antigona nuk e dinte nëse do të martohej sërish. Ishte pyetje e hapur, jo friksuese si dikur, jo e mbushur me dëshpërim, por thjesht e hapur, ndoshta po, ndoshta jo. Nëse do të vinte dikush i duhur, dikush me pjekurinë dhe qëndrueshmërinë dhe sinqeritetin e nevojshëm, do të ishte i mirëpritur. Nëse nuk do të vinte, jeta e saj kishte gjetur mënyrat e veta për të qenë plot. Kishte punën e saj, e cila me kalimin e viteve kishte ndryshuar drejtim. Kishte filluar të ndihmonte organizata vendase për persona me vështirësi komunikuese, jo si ekspert teknik, por si krah njerëzor, si dikush që dinte prej brenda se çfarë do të thoshte ajo luftë. Ishte vullnetare, pastaj konsulente, pastaj figura referuese për familje me fëmijë me vështirësi të ngjashme. Gjente në këtë punë kuptim të thellë, ai lloj kuptimi që nuk mund ta blesh ose planifikosh, por që gjen kur sjell diçka nga historia jote e vërtetë dhe e jep me zemër hapur. Kishte shtëpinë e saj, të mbushur me libra dhe bimë dhe piktura dhe fotografi dhe gjithë shenjat e jetës së jetuar. Kishte ritualin e mëngjesit me kafe dhe libër, kishte shëtitjet e saj, kishte kuzhinën e saj, kishte shoqërinë e saj të ngushtë dhe të çmuar. Kishte zërin e saj, atë zërin që gjetëm me kosto dhe me mundim dhe me vite tëra luftë. Zërin që shkruante fjalë dhe i ndante me botën, zërin që fliste me njerëz dhe i ndihmonte të ndiheshin pak më pak vetëm. Dhe kishte veten e saj, Antigonën, gruan 40 vjeçe me historinë e gjatë dhe ndërlikuar, dhe dhimbshme dhe të pasur. Gruan që kishte dashuruar shumë herë,
gruan që kishte humbur shumë herë, gruan që çdo herë kishte gjetur rrugën sërish. Nëse dikush i kishte thënë Antigonës, kur ishte fëmijë dhe e kuqe në fytyrë para klasës, duke luftuar me fjalët që nuk dilnin, nëse dikush i kishte thënë se do të jetonte gjithatë, do të duronte gjithatë dhe do të dilte në ana tjetër jo të thyer por e fortifikuar, ajo ndoshta nuk do ta kishte besuar, sepse fëmijët nuk besojnë në fuqinë e tyre të ardhme, shohin vetëm dhimbjen e tanishme dhe mendojnë se do të zgjas gjithmonë, por zgjas sa duhet dhe pastaj ndryshon formë. Antigona kishte kuptuar se jeta e saj nuk ishte histori disfate, nuk ishte histori e gruas që nuk mundi, ishte histori e gruas që mundi të vazhdonte kur çdo gjë i thoshte të ndalonte, mundi të besonte sërish kur çdo përvojë i jepte arsye të mos besonte, mundi të dilte nga çdo humbje me diçka të shtuar, jo vetëm diçka të hequr. Ishin 3 martesa, po, ishin 3 divorce, po, por ishin edhe 3 herë guxim, 3 herë besim, 3 herë po ndaj jetës, ndaj dashurisë, ndaj mundësisë, edhe kur historia e mëparshme justifikonte jo. Kjo gjë, ky po i vazhdueshëm ndaj jetës, ishte ndoshta gjëja më e rëndësishme rreth Antigonës. Jo ajo që i kishte ndodhur, por si kishte zgjedhur ta ndesh atë. Jo humbjet, por mënyra si i kishte mbajtur pa u bërë as e hidhëruar as e mirë. Jo plagët, por aftësia për të mbajtur plagët dhe vazhduar të dashuroj. Kishte ditë kur kjo filozofi e saj, e kultivuar me kaq kujdes dhe kaq mund, testohej sërish. Ditë kur kalonte pranë çifteve të lumtur dhe ndinte atë dhimbje të njohur. Ditë kur smurohej pak dhe nuk ishte askënd i cili t'i sillte supë dhe ndjente peshën fizike të vetmisë. Ditë kur kalonte nëpër rrugën e vjetër dhe kujtohej e pa si gjërat kishin mundur të ishin ndryshe. Por kishte edhe ditë tjetër lloj, dhe me kalimin e viteve, ato ditë po bëheshin gjithnjë e më shumë. Ditë kur ndjente diçka të thjeshtë dhe qartë si ajri, ndjente se ishte mirë, jo mirë si lumturia e filmit, jo mirë si gjithçka ishte perfekte, mirë si jam këtu, jam gjallë, jam unë, dhe kjo mjafton. Ato ditë ishin fitoria e vërtet. Blerina, mike e saj e gjithë jetës, e kishte pyetur një herë, gjak njërit nga ato takime të gjata me kafe, ku bisedat shkonin drejt thellësisë pa e vënë re, se çfarë do t'i thoshte Antigona vetes së vogël, asaj vajzës me fytyrë të kuqe para klasës. Antigona kishte menduar gjatë përpara se të përgjigjej, dhe pastaj, me atë qetësi dhe thellësi të tipit vet, kishte thënë: do t'i thoshte se dhimbja që po ndjen tani nuk është dënim, është çmim i të jetuarit me zemër hapet, se vështirësia e fjalëve nuk do ta bëj të heshtur çfarë ka brenda, do ta gjej mënyrën, do ta gjej rrugën, do të flas me duar dhe me sy dhe me letër nëse duhet. Se ata njerëz që do ta lënë jo sepse nuk vlen, do ta lënë sepse nuk janë gati për dikë kaq të thellë. Se trupi i saj nuk është gabim, është shtëpia e shpirtit të saj, dhe ky shpirt do të ketë gjëra të mëdha për t'u gërë. Se 30 vjet nga sot, do të qëndroj në kuzhinën e saj me kafe të ngrohtë në dorë dhe do të ndjej, jo plotësi ideale, por plotësi reale, që është shumë më e vlefshme. Dhe Blerina, i cila nuk qante lehtë, kishte mbajtur syt me dorë dhe kishte thënë: Antigona, ky është fjalimi që botës i duhet. Historia e Antigonës la të gjithë pa fjalë, jo sepse ishte histori tragjike, jo sepse ishte histori triumfi të madh dhe dramatik, por sepse ishte histori njerëzore në kuptimin më të plot të fjalës. Ishte histori e dikujt që luftoi me gjëra që nuk i kishte zgjedhur dhe nuk mund t'i ndryshonte, dhe zgjodhi çdo herë të vazhdonte. Nëse bota i kishte thënë Antigonës se nuk mjaftonte, me qëndrimet, me braktisjet, me heshtjen e paragjykimit, Antigona kishte gjetur mënyrën ta kthente atë mesazh mbrapsht, jo me zhurmë, jo me urrejtje, por me vetë jetën e saj, me faktin e thjeshtë dhe të fortë se ishte atje, çdo mëngjes, duke pirë kafen e saj dhe duke jetuar. Dhe ndoshta kjo vazhdimësi e thjeshtë dhe dinjitoze e ekzistencës, ishte përgjigja më e fuqishme ndaj gjithçkaje. Antigona ka 40 vjet sot. Ka 3 martesat dhe 3 divorce më pasaj. Ka vështirësinë e gjatë të fjalëve, ka historinë e dhimbshme të trupit të saj, ka plagët e shumë braktisjes, por ka edhe zërin e saj.
Atë zë të gjetur me mund dhe me vite, ka shtëpinë e saj të mbushur me jetë, ka njerëzit që e duan vërtet, ka mësimet e rrugës, dhe ka diçka shumë e rrallë, ka paqen e dikujt I cili ka jetuar vërtet, me gjithë rrezikun dhe dhimbjen që kjo nënkupton. Nëse e pyesni nëse pendohet për 3 martesat, për hapjet e zemrës, për besimin e rinovuar çdo herë pavarësisht historisë, ajo do të tund kokën, sepse çdo martesë I mësoi diçka. Çdo dashuri, sa do e shkurtër, ishte e vërteta dhe kishte vlerë. Çdo humbje e bëri thellë në mënyra që lumturia e lehtë nuk do ta kishte mundur. Jeta e Antigonës nuk shkoi sipas planit, por shkoi sipas saj, sipas asaj force të heshtur dhe të qëndrueshme që kishte brenda, e cila sadoherë të goditet, gjende mënyrën të qëndronte në këmbë. Dhe kjo, miq të dashur, është çfarë la të gjithë pa fjalë, jo faktet e historisë, por shpirti prapa tyre. Nëse kjo histori ju preku, nëse gjetet brenda saj diçka që ju foli, shkruani në komente. Ndoshta edhe ju keni kaluar në për diçka të ngjashme. Ndoshta edhe ju dini si ndihej të luftosh me diçka që nuk e zgjodhët. Historitë tuaja kanë vlerë, zëri juaj ka vlerë. Ashtu si zëri I Antigonës, gjithmonë ka pasur vlerë.